Pra, ta themun, procesi integrimit ka dy aspekte, aspektin teknik dhe aspektin politik. Atëherë, aspekti politik janë vendet anëtare. Ky bashkim evropian nuk vendosin vendet anëtare të këtij bashkimi evropian, të këtij entiteti supranacional. Atëherë, që ta vënojnë vendet anëtare, që ta kuptoni se unë jam marrë me integrimin prej vitësh që në Ministrit të Jashtme, që ta vënojnë çdo vit këta sajojnë artifica teknike. Procesi teknik është thjesht një fasad për të kamufluar interesat gjeopolitike të vendeve anëtare. Tani, shqyr zotit që interesat gjeopolitike gjatë viteve të fundit kanë qenë pozitive për Ballkanin. Pra, konteksti ndërkombëtar me Trumpin, me Iranin, me Izraelin, me Rusinë, Ukrainën, është që Bashkimi Evropian dëshiron të forcojë radhët dhe dëshiron të zgjerohet edhe në Ballkanin perëndimor. Konteksti gjeopolitik është pozitiv. Ka disa interesa të disa vendeve anëtare, si për shembull Gjermania, që ka aludime që për arsye të caktuara duan t'ia bëjnë të vështirë jetën Edi Ramës politikisht, por këtu Ministria e Jashtme ka një rol vendimtar, sepse Ministria e Jashtme dhe Këshilli i Ministrave kanë rolin parësor për negociatat tet-a-tet me secilin vend anëtar dhe duhet punuar fort. Me sa informacion kam edhe nga Ministria e Jashtme, po punohet shumë fort, jo vetëm për kapitullin që i përket Ministrisë së Jashtme, po punohet fort edhe për lobimin pranë vendeve anëtare që mund të jenë pak skeptike për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit. Le mos flasim më për integrim, ka mbaruar integrimi. Ne sot po flasim për hapat final të mbylljes së negociatave dhe vajtjes drejt hartimit të traktatit. Jo, nuk besoj që ka një ngecje për momentin, sepse janë normale. Nuk ka një ngecje, nuk shoh ngecje zyrtare, unë nuk shoh asnjë deklaratë zyrtare të në një vendi anëtar të Bashkimit Evropian që thotë ne do bllokojmë Shqipërinë. Pra nuk qëndron deklarata opozitës që Edi Rama po e pengon integrimin? Nuk qëndron opozita, jo më deklarata. Me fjalë, si mund marrun absolutisht, dëgjoj, Edi Rama e pengon integrimin edhe një herë. Nuk ka integrim, ne jemi në fazat e anëtarësimit. Pavarësisht kush e thotë, qëndron kjo që Edi Rama po e pengon? A futemi dot neve në Evropë, a jemi ne të gatshëm si vend, si shoqëri, si Shqipëri, si Republikë, si Parlament, si Këshill Ministrash, të jemi pjesë e Bashkimit Evropian? Jo. Duke filluar nga populli, jo nga Edi Rama, duke filluar nga poshtë. Shqiptari që nuk të hap rrugën në ashensor, ai që bështyn park, ti thup se bështyve dhe thot qa kemë vlla pse joti është parku, ai që të zë rrugën me makina, ai që shtyp këmbësorin duke kaluar dhe i bie Boris ndërkohë që ti kalon në vijat e bardha, nuk mund t'i vënë fajin Edi Ramës. Se s'do rri polici në çdo metër të Republikës për të kontrolluar idiotin dhe njeriun e pasjellshëm. Kështu që ky njeriu, specia Homo albanicus, nuk është e gatshme dhe nuk dohet e gatshme për një 200 vjet që të bëhet pjesë e evropianëve. Se edhe në fshatin më të humbur të Maqedonisë apo të Serbisë, apo edhe të Kosovës numërohet vota. Këtu shitet vota. Pra, fillojmë nga këtu. A i prish punë imazhi korruptiv i qeverisë shqiptare, kredibilitetit të Shqipërisë në Evropë? Sigurisht që po. Po a i prish punë kjo në procesin e integrimit dhe të anëtarësimit? Unë mendoj që jo, se në fundit interesat gjeopolitike të evropianëve prevalojnë dhe ata janë të gatshëm, siç e kanë treguar në të kaluarën, që të punojnë me figurat korruptuara. Në nisje të mbylljes së kapitujve. Bruna, perëndimorët vdesin. Për kë vdesin? Vdesin për figurat e korruptuara, se i kanë në kontroll. Dhe këtë ta thot Beqiri nga rruga. Shqiptarët e dinë shumë mirë. Evropianët dhe amerikanët e kanë treguar qartazi që në vite... Më fal, nuk punuan me... Malizia ka hyrë në fazën përfundimtare. Nuk punuan me Sali Berishën për vite. A e futën Shqipërinë në NATO? Ja, prova më që të marrim një provë që e kemi të prekshme, që të dy ne e njohim. A u antarësuar Shqipëria në NATO? A ishte Sali Berisha kryeministër në atë kohë? A është Sali Berisha sot non grata? Do me thënë, nuk e ka probleme Europa se cili është lideri i një vendi? Nuk besoj që është në i problemi madh. Unë mendoj që vendimi i Edi Ramës për të emëruar Ferit Hoxhën ministër të jashtëm në këto momente, një krye diplomat, një nga diplomatët më të respektuar. Është vendim i duhur. Është vendim fantastik. E kam pas kolegë, kam pas kënaqësinë të punoj me zotin Hoxha. Është vendim i duhur sepse duhej realisht, duhej një figurë jo politike në krye të Ministrisë së Jashtme për të udhëhequr negociatat dhe le të themi lobimin me vendet anëtare. Unë mendoj që puna duhet fokusuar tek lobimi me vendet anëtare. Tani edhe diçka shumë shkurt me qenë se çështja aktuale e ditës, se më thatë që vendi nuk ka opozitë. S'ka. Partia Demokratike do zgjedh kryetarin, ka zgjedhjen në 23 maj. Kandidat është Sali Berisha, por ende nuk është e qartë se kë do ketë përballë. Prap Sali Berisha kandidat tani. Mos tallemi me shqiptarët. Dhe ju si gazetar keni një përgjegjësi të veçantë
për mos t'i dhënë seriozitet një procesi kaq shesharak dhe kaq të pabesueshëm.